Në vitin 336 para erës sonë, kur Aleksandri ishte vetëm 20 vjeç, një ngjarje tronditëse ndryshoi përgjithmonë fatin e Maqedonisë. Filipi u vra në mënyrë misterioze në një banket. Shumë historian mendojnë se ishte një komplot politik. Të tjerë besojnë se vetë nëna e tij, Olimpia, kishte dorë në këtë vrasje për t'i hapur rrugën djalit të saj drejt fronit. Mësohet kështu, pasi Filipi II tashmë ishte dashuruar me një grua tjetër dhe nga kjo lidhje kishte ardhur në jetë një fëmijë që rrezikonte pozitat e Aleksandrit drejt fronit të mbretërisë. Aristokratët Maqedonas dyshonin te një sundimtar kaq i ri. Disa qytete greke si Athina dhe Teba shpresonin të çliroheshin nga sundimi i Maqedonas. Në veri, fiset ilire dhe trake shpresonin të shkëputeshin. Por Aleksandri nuk kishte kohë për dyshime. Me shpejtësi, ai mori kontrollin e ushtrisë dhe veproi me një brutalitet që shokoi gjithë Greqinë. Ai marshoi me 30.000 ushtar drejt Greqisë. Athina u bind, por Teba refuzoi. Aleksandri veproi me një egërsi të pashoqe. Ai urdhëroi që qyteti të digjej dhe mbi 6.000 teban të vriteshin ose shiteshin si sklever. Vetëm populli i poetit të Pindar u la i paprekur, si një simboli respekti ndaj kulturës. Mesazhi ishte i qartë. Kush i kundërvjet Maqedonisë, do të zhduket. Në këtë moment, Sparta, Athina dhe gjithë Greqia i u bindën. Ai vrau rivalet e tij dhe u shpall mbret. Por Aleksandri nuk kishte një mbret si gjithë të tjerët. Ai nuk donte vetëm Greqinë. Ai synonte gjithë botën. Sytë e tij tashmë ishin kthyer drejt perandorisë më të fuqishme të kohës, Persisë.